përfunduam këtu recetën, nuk besoj se ka nevojë për të lexuar përbërës, sepse dihet që këto janë përbërësit, patate, vezë edhe djath. Ndërkohë, kalojmë tek përgatitja e specave. Largoj. Tani ju kemi ngjitur specat dhe perimeve të sezonit, kështu që do të sillim variante të ndryshme të përgatitjes së tyre. Një sy këtej, një sy ande, për të parë edhe çik. Pra, syt katër Mafisheve, të cilat ndoshta duhet i shofësh pak. Tani që ti bëjmë atë foton edhe... Atëre, do t'i lëm afishe sepse më duhet edhe byreku, ma afishe dihet se si dalin. Kam specat, gjizën. I presim. Do t'i bëjmë këto? Speca me gjizë. Speca me gjizë. E kemi nisur me zajret dhe përse jo, s'kepse ndalemi. Normalisht, të gjitha këto pra, por kalojnë në pjekje. Po kalojnë të gjitha në pjekje, sepse bëhen në salsa. Marrë dhe kavanozin. Fike dhe kësës më duhet. Heq zemrat. Edhe zemrat asnjë, po të doni, i kaloni në një kovë të madhe, dhe më pas, zienja vash, krijohen salsa duke i shtuar pak spec djeks. Pra as këto bishtat nuk na kapakët, nuk na shkojnë dëm. I përdorim për salsa të ndryshme. Çfarë është produkti natyrës, asgjë nuk shkon dëm. Gjithçka gatuhet. Edhe mua më pëlqen që të marr këtë nisëm që asgjë nga produkti nuk shkon dëm. Prap dëm. Nëse gjiza s'ka krip, normalisht i shtem pa krip. Të them të drejtë nuk e di ka apo s'ka krip se se kam provuar. Dhe çudi e madhe. Jam smuro do smurem. Specat. Janë këto specat si janë si përmbushje, po jo tamam ato gogozharet, por që kanë këtë trashësire duri, mbushim me gjizë. Në qoftë se keni samborkën, është akoma dhe me mirë. Është ajo e verdha, e vogla. Po. E ngjeshim. Një gjizë të ndoshta edhe të bërë vetë, po t'jetë e mirë, të ketë kripën gjithashtu, sepse edhe i mban më gjatë. Patjetër, kripa është që bën vazhdimisht ruajtjen e produktit në magazinimin e vetë. Tani, si që kemi mbushur, do i rendisim, ja po e mbajmë. Ja, kështu. Okej. Që të mundohemi të zëmë gjithë hapësirën e kavanozit. Pes, 6, 7 speca, ndoshta edhe më shumë në një kova, në një kavanoz. Çfarë keni ju? Për shembull se kavanozët i mbajnë më mirë dhe do t'i mbuloni pastaj, do t'a tregojmë edhe hapin e fundit me qumësht. E kalojmë. E na qëlloj fix masa e gjizës. Faktikisht fix nuk më qëlloj, por kemi tjetër ne? Ti vendosim. Ose e lëm pa, ndoshta s'ka vend kavanozi. Përdor pak djath dhe jam në rregull. Patjetër unë frigorifer kam gjizë, po sa të shkoj sa ta marr, sa ta plotësoj, vendosim edhe tjetrën. Atëre. Se dua të sjell pak edhe nëse të mundemi byrekun, përpara se të shkëputemi nga kuzhina. Ja. Masën e qumshit.
Ta mbyllojmë me kapak. Mbullohet e gjitha me mas qumshti. Dhe të mbyllim, patjetër e mbyllë komplet e kamanozin e mbyllim dhe